Furdhat e ngjashme, asë në Ballkan, asë në Evropë. Produkti jonë është artizanal. Gjatë provave na thonë ku çto furdha shumë për mendin. Edhe lindi si pyetje fundi mundi. Kena pas kështu big ahas. Kjo koka. Fillim, ja kena nis mas pare mi bo këpurdha të fresta. Edhe ja kena nis mi bo do këpurdha oyster mushroom. Ja kena nis mi bo për mbetjes kafes. Po edhe kër ja kena nis mi shpërnda ato këpurdha, atëherë njerëzit janë tut pi atyre këpurdhave që një kon ndryshe pi shampinjoneve. Edhe mas ne ja nisëm me bo ma shumë, edhe njerëz kishin të lashe mi pa ato këpurdha se nuk i ngjeshin. Edhe diqysh kishim të lashe mi në treg. Mas ne kur ja nisëm në atë pru këpurdha, ja kena nis me bo teste bashkë me drenushen, kena bo recepta të ndryshme shpe. Edhe kena dosh një mënyrë tjetër mi gjetë që mi po këto këpurdha, mi qitë në treg, që më mujtë mi rritë edhe gjatësinë, po edhe njerëz kishin qef pak si hazër mi pas. E mas ne për qëta e kena dru pak biznesin, ja kena njës me bo qëto makrokante me bo këto këpurdhat. Tash jena të i bo me kingo qëtera. Në ka to që na nis me prodhimin e furdhave, kur të më apliku për një rand, të më apliku si përfituse për me marrë randin, për më bërë furdhat fresta. Po gjatë rrugës, do më thonë gjatë bisedave, kena gjetë mënyrë për përpunojnë furdhën. Edhe tu bo metoda, tu gjetë mënyra, u pa që u pëlqy shumë, për shoqënisë tonë, për meqve, për njerëzve tonë. Atër në bastë grandi që kemi marrë, për syre vizionit, atër edhe e kena hapë këtë biznes që sot jeni këto. Tu i bojmë përpunimin e të furdhave, tu i arritje gjatësinë. E si ide u tonë për shkak se nevoja furdhat e tepërta që të preshin, të na luajshin rol për mi përpunu. Falë edhe rrjeteve sociale, njerëzit ka këshyrë shumë sa i përket këpurdhave. Këto këpurdha kanë përveç proteinave, kanë edhe fibra, janë shumë të mirë për mikrobiomin tonë që kena. Kështu që këto janë shumë të rëndësishme. Po edhe mënyra njerëz i kanë ndryshuar që çyshin ka i shohin senet, edhe për ne është ma lehtë. Ma herët u kon ma vështirë, tash është ma lehtë se edhe për mujnë mi këshyrë në internet për shembull këpurdha, çfarë është në internet nuk po është që na besu kështu mënyrë të verbër, po veç na besojnë të pak këpurdhen. Edhe është pak ma lehtë qasja me hinë treg tash për shkak të rrjeteve sociale. Tu provu të furdha që thamë recepten, atëherë gjatë provave nga thonë ku qëto të furdha shumë për mendin. Edhe lindi si pyetje fundi mundi. Edhe që kjo na pat me të mene, momente që hapëm biznisin, vetëm emrin e patëm, si fundi mundi. Po e shkatë të provu shumë recepta, atëherë veç e kuptum që edhe ndjesh, dhe sa i hani që janë edhe ndropesh me si produkt. Drenusha, përveç kësaj, këto këpurdhave krokante që jena të i bo, kur për na mesi, kur i prejmë këpurdhat, mesin edhe do të copat vogla, atëherë jena të i bo dhe një pesto, që po është shumë e mirë, përshkon me makarona, përshkon me sandwich, këtë varet njerëz ku përdojnë mi përdorë. Kështu që jena të bo dhe një pesto prej këpurdhave, i njëjti produkt që del pi fungi mungit është këto krokantet edhe pesto prej këpurdhave. Këpurdhave të fresta na nxjerrim dy produkte, një që është crispy mushroom, që janë krokante, kanë shije, edhe mund është mi undër si gatshme. Ndërsa kjo pesto përdoret për makarona, për bruschetta, për tortilla, apo për çfarë do që njerëz mund mi përdor si ushqim shtesë në prodort. Përveç që ka shije, ka edhe fibra, proteina e njëjti produkt i shëndetshëm. Çka bën të veçantë është se edhe han diçka, domethënë çishëm, edhe është apet e mirë për trupin e njerit. Këto këpurdha, domethënë janë krokante, janë si formë chipsit. Përveç shijes, kanë edhe vlera ushqyese, kanë proteina dhe fibra. Këto, domethënë janë kështu që. Edhe janë shumë të mira për mu, janë shishme edhe për mu hungër, edhe janë pëlqyer shumë edhe pi njerëzve. E kjo na ka motivu për me vazhdu ma shumë edhe për mi qitë në treg. Ky produkt është i gatshëm edhe nëse shkon në market, është i gatshëm mu ngrën fill. Veç mundet mu hapë dhe mu ngrën, nuk ka nevojë mu përgatita diçka. Edhe është produkt që nuk është në treg, kështu që na jemi të parë që përdojmë me dalë, për shkak se shumë produkte mujnë me dalë në pikë këpurdhave, po na kena qitë edhe njoni pikë këtëve që është tash. Sipas informatave nuk ka furdhat e ngjashme, asë në Ballkan, asë në Evropë. Po, nashta dhe kush mundot me ditë, ku muj me gjetë. Nashta ky produkt pranohet shumë ma lehtë në Evropë se sa të na, po ideja njerë u kon apo muj me apo pëlqet të na, që mas ne edhe se jina du të me mësu procesin për më ardhe këtu, kështu që
jina ka testojnë mas parit e na, edhe po shpresojmë që mu i medalje në treg edhe ma të madhë, si që është Evropa. Atje u pranu shumë alet, i kina qut disa mostra, kështu që atje u pranu shumë alet, veç du më thonë është që a mu i minajt karshi kërkesës, kështu që aty du më matë mirë parë se me hi. Vështirësit, me të kallëzu drejtën e kina shiu procesin, ka pas vështirësi, po nuk është që i kena përjetu qatë shumë vështirësit, se të këshën të lashe, po u zgjithë, u gjeki zgjidhja, po nashta që i kena da shumë se disar edhe jënë prish maqinerit e krejt, po ajo ndodhë se cilit biznes nashta, kështu që u koni udhëtimi i lezeqëm, me thonë drejtën. Edhe ma mirë auton tonë kur e zbulojshim se ka dështu produkti. Auton, që auton problemi në pyetje qoftë temperatura, qoftë diçka tjetër, auton pjesa ma mira që hej, një ma na mësum diçka të resat. Kina pas kështu big ahas, kjo ku ka. Kështu jetojmë Gjakov, kështu që jena linë këto, edhe ja kina njës këto, kur ma letë mja njës këto, kështu që për momentin jena të vazhdu me jetu edhe me punu këto. Arsyeja pse ka njës këto, auton për qasë se i njojmë senat, i njojmë rrethonat edhe dim ku mu qasë. Gjithçka është më ofër, qoftë problemi, qoftë edhe zgjidhjeve problemit. Kështu që auton arsyeja pse nuk kena dalë jashtë gjatë kohës. Këpurat janë kështu si të njëshme, do më thonë i kanë temperaturat e do më thonë edhe kohën e caktune kur dojmë me punu me të fresta, kështu që në atë kohë duhet më kënë të kujdesshëm, për ndryshe senet qera janë në rregull. Veç dush më ja respektu mënyrën qysh do më thonë mes milion shumë gatë ku ti kena të fresta për mi përpunu kështot, edhe ato janë shumë në rregull, mujmi ku ti bojmë si qipsa atëherë i rritet edhe i gjatësia. Kisha dash me të që produkti jonë është artizanal, nuk është industrial, ka për petit, ka për shkak se mujmë pas probleme gjatë rrugës, po apet gjatë rrugës që thash ka 2 vjet na është ama tepër që na veçin ato bo prova. E çdo provë ka një fillim më afër suksesit. Veç isha thonë që nuk është kallaj rruga, po mu dorëzon në bërë kërqysh. Nuk është rrugë e lehtë, po mu dorëzon kërqysh. Unë isha thonë që qëtash mundësit janë shumë të mdoja, për shembull, edhe me internet me këqyrë, nuk ka nevojë mu nalë, nëse sot të pëlqy diçka. Po mundesh me hulumtu pak ma lehtë. Do të thonë s'është të thonë që nëse si e kënaqur me diçka, apet me ka mënyra tjera. Ka mënyra shumë. Kështu që ne të eksplorojmë se cili për vete. Unë jam Drenusha, bashkëpunëtare biznesit familjar Fundi Mundi.